është me Serbi, që është një opozit, është me Vučićin, që është kur Kosova s'ka pas anë miq ma shumë, me thjesht me kriju ato që ajo qunë gjendje e jashtëzakonshme. Jo gjendje e jashtëzakonshme e shpallën në kuvend, po gjendje e jashtëzakonshme të prodhu krizat përditshme. Sepse Albin Kurti me bon mirëqenje, me rrit paga, me bon punë, me bon autostrada, me qelë tunele, me shkollu njerëz, me nërejt shkollën, me nërejt demokracinë, me pranu sfidën e medias, kritiken, mu ballafaqu, me dalë që tu para nesh, me dhonë përgjërsi për mes nesh publiku ti, edhe atyne që se ka sepse edhe ata jonë shtetas. Nuk janë anëmisht Kosovës ata që sta votojnë Albin Kurtin be. Kur bëhet demokraci, nuk është obligative me ta votu njërin kandidatin ton ish opozita. Spajtona që zoti Kurti është i vetëmi qenë si zgjidës. Jo, vetë një adim se... Jo, vetë se se parua. Zoti Kryeziu, adim se është një vetëmi. Sepse këta mujnë me sfidu që shka thonë. Nesër mujnë mja votu mas nesër, Albulenën. Çka ndodhë? Me njëherë qëtë një problem tjetër. Dhe i shtynë zgjidë. Me njëherë. Betohem, zoti Kurti, zoti Kryeziu, e ka shpik këtë situatë. E ka shpik, sepse nuk do me dhonë menit institucione pa konë vetë dominanti. Nuk do me bo koalicion me PDK-n. Nuk do me LDK-n u doshtë ka menu me e poshtnu edhe njëherë. Nuk e donë bë Albini me LDK-n me inë pushtet. Nuk e donë bë me nisme në Albini me inë pushtet. Ka donë me poshtnu Fatmir Limen. A i mundet me pas me drejt, por ne... Që shikoj, kalal, zoti Kryeziu, a tha vetë zoti Limaj që kemi diskutu edhe jemi morë vesh për më madhonë post në krye kuvendorit, aja dha. Po jo, a i tha, Kurti tha që s'janë marrë vesh. Që ka pas të njoli po rrejnë. Po, pra, dikush po. Dikush po rrejnë. Dikush të po. Falje. Se shiko, jo po genjen, ata thejguen pak si në... Jo, s'ka problem, po... Janë dy njerëz që nuk janë duke të një bojnë vete që qysh me drejt po hu po rrana. E boj po genjen. Kështu pa e thej, pa ka ju ku shqiptishtë. Problemi është që ose zxedje dy polë që ne vjesh, të cilat zoti Kurti mendon ham me fitu shumë komuna, ham pushtetin qendror, edhe pse unë e menoj. Kjo mendim ekskluzivisht i analizës tame, edhe i analizës kritike të i posë parasysh edhe statistikat për këtë zgjedhje të mas luftës në Kosovë. Zoti Kurti o në romje të lirë, vetëvendosja o në romje të lirë, vetëvendosja me energji, 800 euro blejet megawatt-orë energji sot, ku ka mujtë Kosova me përru me 35 euro. Ajo është kontekst tjetër. Jo, po zgjedhjen dikon, zoti Sadi. Po, është kontekst